dhe përkujto kur ne u tham engjëjve, bëni sejdë Ademit, dhe ata bën sejdë, përveç Iblisit, ai refuzoi sejdën, u bë mendje madh dhe ishte prej jo besimtarëve, pra u bë pa besimtar. Kaptina El Bekare, ajeti 34. Kur ne sot e lexojmë një ngjarje çikaq madhështore, ku Allahu i Madhreshëm i urdhënon engjëjt me i ranë sejdë Ademit, pra llojit ton, do të kemi kujdes mënyrën se si ne akceptojmë këtë sejdë përgjatë leximit të saj. Kjo sejdë nuk është një dekorat, nuk është një lavdi thjesht për njeriu. Njeriu nuk duhet ta sheh këtë vetëm si një lavdi që ka ardhur prej anës me laçeve. Përkundrazi, kjo është një amanet i rënd, sepse kjo sejdë dhe mënyra që e akceptojmë këtë sejdë e ngri një pyetje shumë me rëndësi. A jemi ne njerëzit ende të denjtë për sejdën që u bë për ne? Apo e kemi tradhtu emanetin? Me laçet u përkolën për shkak të potencialit që Zoti i gjithësisë vendosi në njeriu, pra në ne. Mendjen, zemrën dhe vullnetin. Specifikisht 3 fuqit më të mëdha që i posedon njeriu në këtë botë. Nëse këtu i përdorim për ndërtim, drejtësi dhe mëshirë, atëherë ne e arsytojmë atë sejdë që na erdhi nga ana e melaçeve me urdhrin e Zotit të Madhreshëm. Prandaj ne jemi të nderuar jo për atë që jemi, por për atë që bëjmë. Çdo herë që njeriu mëson, kupton, fal ose ndihmon, ai në fakt e ringjall atë sejdë. Dhe çdo herë që ignoron, përbuz ose sundon me padrejtësi, ai e përsërit refuzimin e Iblisit.